Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Unë sapo erdha në dyqan, Selda me Antonellën janë duke rregulluar koleksionin e ri të dyqanit tjetër i kputzëve. Dhe do shkojmë atje që t'ju tregoj dhe juve se çfarë të reja kemi sjell. Kemi sjell disa sandale shumë bukura. Gjysmat nga ato unë i pronotova sepse më pëlqejnë dhe i tua. Atëherë, shkojmë andej dhe t'ju tregoj dhe ju se çfarë kam mbajtur unë për vete. Dhe shikoni që kam këtu, shikoni pak sa e bukur është bërë njëra. Përshëndetje. E sa serioze sot. Uroj t'jeni mirë. Me rastin e koleksionit të ri, Antonella sot është zbukuruar dhe do na tregoj çfarë të bukura kemi sjell. Mi tregona? Po pse? Do t'tregosh njërë ato që kam mbajtur për vete. Unë si filloj para, telegrafe. Mora këto për vete. Këto sandalet. A që tregoj toka ato ne? Okej, unë s'jam shumë të takat, po gjithsesi një palë më duhen pa tjetër, sepse jo një palë mos më duhen 2-3, sepse këtë Unë po ju tregoj tokat me që... Kam 2 dasma. Vazhdojnë edhe mbrëmjet e maturës. Po, mire, Asha, po. edhe këto këtu më kanë pëlqyer shumë. Si tregoj unë shifra. Nuk i përshkruje. Po mirë është i përshkruash. Nuk e di, e kanë zënë emocionet sot Antonellën me kamerën, nuk e di pse. S'di se pse. Qa tjetër kemi sjell dhe këto janë nga të reja, më duket, a? Edhe këto të zeza tjera. Po, edhe të zeza. Këna morë dhe... Kemi sjell dhe qa tjetër? Këta i tregove. Pantoflase shapka. Okej. Gjyra. Ngjyra. Po ti fsheve majën, që ajo është më interesantja. Falni. Po pra, trego majën. Dhe këto këtu. Këto më duket se do t'i marrë se më pëlqen shumë dhe kam shumë veshje në këtë ngjyrë portokall që mund t'i kombinoj. E bardha që normal shkon me çdo gjë. Të bardha më pëlqejnë. Dhe këto duhet të jenë, kam përshtypjen paktën që duhet jenë shumë të rehatshme, sepse janë të sheshta. Qa tjetër kemi sjell? Edhe toka, manina. Kja të rosa Pastaj këto që mua pëlqejnë shumë. Janë kështu gomosh. Shumë e bukur. Shumë e bukur dhe portokallja. Portokalli. Janë ngjyra domethënë të sezonit që janë shumë në modë, verore, gura pastaj për raste dasma, matura, fejesa dhe për çdo gjë, këtu. Qa tjetër kemi sjell Antonella? S'kena marrë gjë. Edhe ata dyja. Kena edhe këta dyja me të bardhë. Këtu. Këto rinë shumë bukur, nuk jam si këmë përduar. Këta të bardhen. Edhe të zezën. Këtu pastaj që mi keni parë dhe mua shumë herë veshur, I kena marrë prapë këta. i kemi sjell përsëri në të zezë edhe besh. Unë kam marrë ngjyrën e zezë, do i doja dhe besh, po s'mi japin këtu. Nuk më lejnë të marrë me, se thonë që ka marrë shumë. Ki marrë më. Antonella e ka faj. Dhe këtu i kemi treguar. Deza këtë thot që nuk kam marrë sa pillash këta. Të bukrat këta që të pëlqejnë shumë. Deri tani, ku t'ju thash që do marrë shumë? Në fakt, deri tani vetëm një palë kam marrë. Se nuk guxoj, jo për gjë. Nuk guxoj, se s'më lejnë. Vetëm këtu. Vetëm këto i kam pronotuar, domethënë. Dhe këto nuk i kam marrë akoma. Do të pros. Tani, do ikin në shtëpi, sepse duhet gatuaj për fëmijët, ata kanë ardhur nga shkolla dhe më morën telefon, kështu që duhet iki direkt. Do marr me vete dhe ring lighting, se vajti këtu një 2 muaj dhe donim të bënim dje një video challenge me Agilon dhe Elin dhe nuk ishim ring lighting dhe dukshte skandal drita që kishim në shtëpi, dukshim si të verdh. Kështu që po marr ring lighting që të bëjmë videon e radhës, që ju ndoshta e keni parë tani, sepse supozohet ta postoj para vlogut. Duhet në qesë të madhe që nuk po gjej. Si fillim duhet shkoj një në supermarket që të marrë gjëra që më duhen për challenge. Këta do të mbaj në motor, si do të mbaj në të di.
Jo, më në fund e mora këtë selt. Tani po iki, si që u thash, doja të vjen në market, po ku të shkoj unë me gjithë këtë me vete. Selda Antonella Ika. Kaloshi mirë. Ku do shkoj kjo ka që bukur sot Seld? Në palestër. Për palestër një zbukuruar. Unë e bukur jam gjithmonë. Gjithmonë. Por sot shkëlqeje tëra. Pashim drekën. Tani, unë sa erdha në shtëpi dhe do hapim ring lightin që të fillojmë videon që ju thash. Dhe besoj do ju tregojmë dhe pra pas kenat. Do mundohem do me thënë që u tregoj. Të hapim ring lightin. Agilo nuk po gjen kapelen, se do të dalim me kapele për sëri në video, se s'ka vaj kapele. Edhe kapelja dhe direkt më të bukur. Ma, po nuk jam duke kërkuar kapele, kapelen e kam këtu. E gjete? Po hajde prap, se s'vjen. Isha tura Elin. Di qaj pëlqeni. Isha tura Elin. Qa po beje? Tura Elin. Dola. Dole? Po. E sa kam fare nuk. E preja pjesë. Okej, mirë, Hela. Okej, ja, hendis. Classic music recipe. Okay, so. Do fillojmë tani videon? Je gati? No. Rregulloj pa kapelen se ke keq. S'ka gjë, mi prish flokët, Ti në prish kështu do flok. ta mbaj. Okej, në rregull. Fillojmë? Po. Hajde. Kush nga ju të dy do sjelli tripodin? Nuk jam këtu. E X jo. Jare mam tash. Unë jam sigur që kishim lënë këtu tripodin. Do ta ketë Marreli. Të gjithë tripodin që ta vendosim dhe të fillojmë videon. E ke kujtën. Oh, u fika. 1, 2, 3. Përshëndetje Angels dhe mirë O, se... prit si shte ullur akoma mami. O, mam tani ai... Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhën. 1, 2, 1, 2. Përshëndetje Angels. Sa mbarova 3. 1, 2, 3. Përshëndetje Angels Prit, dhe mirë se prit, erdhën. prit. Një video tjetër. Qa fatë ti? Unë e kam. Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër të kanalit tim. Përshëndetje Angels dhe nga unë. Dhe nga unë. Nevoj. Okej, unë them... Unë them të fillojmë. Do jeqim Agilos kapelen, them unë. A më pyt? Mo. S'është nevoja. The number you called is not in service. Please call again later. Hajde më këtej mos e s'duket. Ojli po duhet me... Bjerë telefonin tim Agile. Agile nga s'monë fansat e mija. Sa rran. Agile, shpejt. Ne kemi ko 30 minuta, kështë që fillojmë që tani. Sa më shpejt. Oh, po prisi unë si hapa atatët. Bëllor ti. Ti nuk hapi në patatet. Çfarë ishte kjo tani? Burgeri që është gati për atë videon challenge që keni parë tani. Jo, mos e prek, se akoma s'kanë marrë në telefon nga fast foodi, kështu që duhet presim. Dhe kjo këtu është Agilos, se ka shumë djath, nuk ka domate dhe nuk ka patate. Sa po përfundua me videon challenge dhe shikoni që për tani këtu duhet të mbledh gjithë rëmujën dhe këtu dhe në kuzhinë. Dhe kam shumë punë për të bërë me pak fjalë. Sa po mbarova dhe me editimin e videos që ju tani e keni parë në fakt, atë challenge që bërëm me burger. Tani, do heq make-upin, ka vajt ora 12 i natës fix. Pra, mbas rumujës që bërëm neve me burger këtu, pasaj mu deshit laj kuzhinën, pasaj jo fshes jo larja njërën tjetërën, piva dhe një kafe mbas dite, pasaj ullat që të editoja dhe editimi nuk e di pse më mori ka shumë kohë sot, nuk e di, sot më janë shkatruar nervat me editimin. Më mori shumë kohë, tani do laj ftyrën dhe do shtrihem të flej gjumë. Ftyrën e laj me këtë këtu larësin, pra në mëngjes, si në dark kam të njëjtën rutinë skincare, të gjitha produktet janë nga Natura Siberica Albania, më falni, ju e dini ju kam treguar dhe në vlogje tjera. Ika tani, natën. Mirë mëngjesi, dita e 2 të këtij vlogu dhe unë kam marrë të dyqanin, normal, direkt. Mirë mëngjesi në 1, po mirë, unë tani e hapa kamerën. Okej. Prandaj.
Dhe do ju tregoj se çka kam vesh nga koleksioni i ri. Gjaketa e preferuar nga Angeli, jeshile, me këto pantallona të shkurtra që kanë këtë detajn këtu. Shikoni kush na ka ardhur nga pushimet dhe shikoni pak sa është nxirr. Hajde pak këtu te pasqyra që të dukem pak, të duket kush është më e zezë, ti apo unë. Të duket kush ka bërë pushimet. Çopak, çopak. Pronaja jeme është bosi braziliane. Dukesh akoma më re, akoma më vogël. Thoni mashallah për mamin tim. Shikoni pak sa është nxirr, këtu. A shikoj sa e bardh dukem unë para teje. A shikon. Po si ja kalove njëra ndej. Ti thua, sa kile ke marrë? S'ke marrë, je shumë mirë. Je shumë mirë. S'ke faj për zotin se me ushimet që më niste mua me ato gjerat e mira që kishin hotel, edhe unë do kisha ardhur 200 kg. T'ju tregoj veshjen e radhës këtë këtu, po e mbaj fundin pak me dorë se kam pak të gjerë, s'ka mas për mua. Gjithsesi më pëlqeu shumë dhe Selda ka shit masën time. Kam ngren aq shumë sa plasa me zimar frym dhe unë tani sa bëra një video reels me disa produkte që kam këtu të Natura Siberica Albania për celulitin dhe si që shikoni ring light është akoma këtu nga video që kam bërë dhe dua t'ju tregoj pak këtë paletën, nuk e dia ja u kam treguar dhe në një vlog tjetër. Këtë e kam marrë te Chloe Shop dhe siç kam marrë dhe fondatinën dhe disa produkte tjera për make-upin. Është e firmës Elixir, por më ka pëlqyer shumë sepse i ka gjitha ngjyrat, sidomos të ngjyrat e ndezura që janë për tani në verë, domethënë do kem plot ngjyra për të zgjedhur gjatë verës. Dhe këto janë kështu si lipstick, janë domethënë për buzët. Këto janë për kontur. Në fakt i tregoj shumë shpesh dhe në Instagram kur bëj ndonjë make-up tutorial. Kështu që mos harroni të më ndiqni dhe atje sepse jam shumë aktive dhe tregoj çdo produkt që më vjen, çdo bashkëpunim, sidomos kur ka të bëjë me skincare dhe me produktet e make-upit. Tani do ndrojmë se kam gjithë ditën me rrobat që isha në dyqan. Më shumë mundësi do dal për kafe me fëmijët dhe me mamin. Por le të shikojmë njerë sepse sa hengra dhe plasa kam ngrënë shumë picë. Picat i ka bërë mami. Me ndihmën time, domethënë unë kam vendosur vetëm atë Ansora dhe Philadelphia, edhe e kam ndihmuar duke i ngrënë se i pëlqej shumë picat që bën mami. Dhe do bëjmë besoj një video si ajo që pat me challenge-in e burgerit. Mund të bëjmë edhe me pica. Domethënë picat e fast foodit në krahasim me picat e shtëpisë. Më thoni në koment nëse doni të bëjmë një video të tillë ose me krepa, sepse tani po bëjmë dhe krepa, por domethënë sot nuk e di, kemi filluar që më gjithë vetëm ham. Kam ngrënë akullore dhe çokoladë dhe budalliqe dhe pica dhe tani Eli bëri krepa me nuk krema. Harrova t'ja u tregoj krepat.
Nese, doja të rregoj pastaj, nëse kam bet në një krep, akoma gjallë. Mirëmëngjesi, dita e tretë e këtij vlogu, dhe tani sa bëra një banjë që të dal direkt të shkoj në dyqan, por para se të dal, ko thash të dal direkt, sepse nuk do dal direkt. Do bëj disa video të produkteve që më duhet për bashkëpunimin, që kam në Instagram dhe pastaj do ikim. Pra unë kam mbështetur telefonin këtu anash, që është afër dritarës që të bie dritë, dhe do filloj. Kështu që mos ma vini re tani se do flas këtu vetëm në story. Qa na duhet ne tani? Ma duhet kjo këtu, që është serumi që vendos në fytyrë, pasi e kam larë njerë me larësin e të njëjtës firmë nga Natura Siberica Alpenia dhe pastaj këtë kremin që e kam në fund dhe shikoni si e kam shtyp këtë këtu, që është kremi i ditës. Vetëm këto dyja do vendos, nuk kam për të bërë mask ose scrub, sepse i kam bërë kur bëra scrub bëra pardije dhe nuk bën që të bësh shpesh. Qafën asnjëherë nuk harrojmë. Okej, sa po e modha një story, tani do vazhdoj me kremin e ditës. Pra vetëm 2 sekonda, vetëm 2 minuta kohë japim fytyrës tonë që ta kemi vazhdimisht të pastër. Që tregoj dhe juve se çfarë tregova përveç skincare-it në Instagram, tregova dhe këtë kremin e trupit, që është fantastik, duhet ta provoni. Ka një aromë që zjat gjatë gjithë ditës, ngelet në rroba dhe nuk ke nevojë që të vesh parfum, sepse ka aromë aq të mirë dhe të fortë, domethënë që mban. Kështu që s'ke nevojë që ta vendosësh parfum. E gjeni tek Chloe Picshop, do ta lë faqen këtu dhe është e markës 17, është markë greke dhe është shumë ekonomike, nuk është e shtrenjtë. Unë kam veshur kostumin e Angelit, këtë linon. Tani do thaj flokët. Ja dhe outfiti i ditës. Ky kostumi që ju tregova, domethënë, po tani po ja u tregoj të kompletuar bashkë me bizhu, bashkë me fytyrën time të lyer tashmë. Dhe kostumi i preferuar është komplet lino. Dhe ka këtë detajn këtu që mua më ka pëlqyer që në fillim shumë, nuk quhet as i bardh, as beige, është si ngjyrë hiri, prandaj bën akoma më të veçantë. Tani ika. Ja se qa bëhet këtu, e shikoni qa bëhet këtu, kështu mbahet dieta, Po ja kam ble Selde se është e smur për me i bo pak qefe. Seld, për ty janë këto, për ty janë të gjitha. Ja. E kam hangër i një sa me thonë se mba një Selda be haje se haje. Po, unë kam po betobe. Mos ka bërë me zor, bile, se këtu afër kemi dhe një thik të ka kërcënuar. E ke kërcënuar që të haj patatina, e? Me pistolet. Ja, dhe pistoleta Seldës. E prisha. A e shkrejta ti qa heqe? A e shkrejta ti që s'do fare kile mos mi banë. A ti qa thave? Ti me smur s'ko qa veç kile jo. Edhe e smur s'ka gjo po kile jo. Po sa mirë, ti dash këtë hash edhe mos shëndoshësh, pse kush nuk do ashtu? Po të shaja fut këtë edhe ti. Po, Ashtë kush një nuk e doj do? për shamu, që të pëlqen ty diqa shumë vaferi? Lese vaferat nuk di ku t'i gjejme, as në lejsh nuk kam gjetë, për zotin. Lesh, qa gjen Të lesh. si me ndalë Në ty, lejsh i gjejan, në fillim. me dalë vaferi ty tu edhe me ta bo mua e hante. Normal që e ha. Nuk t'ka ndonë patatina, ti shkove i kërkove patatina. Po, se t'erdhën vetë patatina ty, e? Nuk dojnë para, unë e dhash si ide. Ha? Unë e dhash si ide. Po pse o Selde është ty në rrugën e keqe, pse? Sa vesë të sot jam besh Ha, unë e shtoshët Antonella. Se në fakt Antonella s'ha fare. Ja. E shkreta.
Hajde, Agile, hajde, se janë rritur pak. Do një qikoni flok të Agilo se ka hequr kapelen. Po hajde tani se e hoqe. Maje pak telefonin. Po, hajde, ha. Gati. E po, hiqi duar tani. Nuk më pëlqejnë. Nuk i pëlqejnë. Okej. Do t'i rritën dhe pak dhe do t'i qethi ashtu si çdo ky. Tani do shkojmë për kafe. Shikoni kush na është bashkuar. Do një përshëndetje, mama. Përshëndetje. Nisën. Ja, këta dy do ikin me bicikletën, do ikin me motor t'i ze. Rrugës. Do vish me mua, Agile. Do vish me mua, hajt. Ej, prisni, hapa ka. Duhet me më ndru këpuc. Pse? Nuk më janë shkyr. Janë shky me gjithmen. Të thënë vërti shkyr, po për disa ditëve. Edhe gjithë lykët nënës. Më fal, Agile, sa koke që i ke blerë? Sa ka? Original. I ka blerë gjoja originale në Greqi para as 2 muaj s'kan. As 2 muaj, më 2 pak se 2 muaj. muaj. Me kur ishte daja, 2 muaj. 2 muaj. Daja sot. Bravo, Agile. Nëse pikin... Ikën këpucët, do këpucë të reja dhe një Agile. Iku me blim këpuc të reja. Përsa Prit, të ypillën, më prit mua. Nisu. Gati shikoni tani. Tani këtu. Talë tani se është gati të më rënë për dore. Te kalëm nënës, pis. Ne sa po erdhëm në shtëpi dhe Agilo do t'ju thot diçka. Qa more ti atje? Do më thënë, kur ishim të kafja, Agilo hengri burgerin dhe vajti të blente një loj. Apo jo? Qa? Të fusje diamante. Qa të bëj? Të fusje diamante me lekët e mia. Okej, sa fut... Së është tira par po se kam babin këtu se babi mi fuste mua, po edhe është dashti i kësha vetëm. Pra, vajte qa beret se unë nuk e kuptova. Më është mërzit pak ajo loja, po hajtë s'ka gjë. Cila lojë është? Tregoj dhe... Ajo Free Fire. Se ndoshta Free Fire, okej. Pra, Agilo është fan si kësaj lojës. Jo, më është mërzit pak. Po si të shmërzit i vajte e hodhe lek? More diamante që janë ato. Nese, ne tani duam t'ju themi që erdi fundi dhe i këti vlogu, erdi fundi kësaj videos dhe... Pra Angels, kjo ishte video për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, mos harroni të bëni një like, subscribe, koment, mos harroni të shtypni atë zilin që çdo herë kur hedhim ne video ta shikoni të parët. Mos harroni të bëni follow në Instagram DaisyViz Angel, Angelo VizTSK dhe bashkë shihemi në videon e radhës. Bashkë Angels.